Në qendrën e numërimit të rezultateve po vazhdo numërimi i votave përmes postës, sipas përditësimit të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më 3 mars në orën 23:37 janë numëruar 90.37% e votave. Aktualisht në këto rezultate lëvizja vetëvendosje ka marrë 51.70% të votave, Lidhja Demokratike e Kosovës 30.15% të votave, Partia Demokratike e Kosovës 9.52%, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Nisma kanë marrë 3.09%. Numërimi i votave përmes postës pritet të përfundojë sot sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për të vazhduar pastaj numërimi i votave me kusht dhe votave të personave me aftësi të kufizuara. Në përfaqësi diplomatike kanë votuar 15.352 votues, ndërkaq në votimin përmes postës, KQS-ja ka pranuar rreth 69.000 pako me flet votime.